Sot të studiojmë fjalën e Perëndisë së bashku me predikimin me titull Ati im është në punë dhe unë gjithashtu po punoj. Me këtë temë, le të mësojmë se edhe në kohë dhe momente që nuk I dim, Perëndia po punon aktivisht për shpëtimin ton pa pushim. Le të shikojmë librin e Gjonit kapitulli 5 vargu 17. Por Jezusi u përgjigj atyre, im atë vepron deri më tash, e edhe unë veproj. Në këtë mënyrë, Perëndia na dha fjalën e Tij se do të jetë gjithmonë me ne, do të ecë së bashku në rrugën e Ungjillit dhe do të na udhëheqë derisa të përmbushet vepra e shpëtimit. Le të kthehemi te kapitulli 14 I Eksodit dhe të shohim disa nga gjërat që Perëndia atë ka bërë për ne. Le të shohim librin e Eksodit kapitulli 14 vargu 10. Ndërsa Faraoni po afrohej, bijtë e Izraelit ngritën syt, dhe ja, egjiptasit marshonin prapa tyre, prandaj patën shumë frikë, dhe bijtë e Izraelit I klithën Zotit. Dhe I thanë Mojsiut, pse nuk kishte varre në Egjipt që na solle të vdesim në shkretëtir? Pse e bëre këtë gjë me ne, duke na nxjerrë nga Egjipti? Pastaj Zoti I tha Mojsiut, pse më bërtet mua? U thuaj bijve të Izraelit të shkojnë përpara. Dhe ti ço lart bastunin tënd, shtrije dorën mbi det dhe ndaje atë, në mënyrë që bijtë e Izraelit të mund të kalojnë në mes të detit në të thatë. Kur Mojsiu ngriti bastunin e tij dhe e shtriu dorën mbi det, çfarë bëri Perëndia? Ai ndau detin. Nuk ishte nga fuqia e mrekullueshme e Mojsiut. Mojsiu nuk kreu asnjë magji. Vetëm kur Perëndia urdhëroi dhe populli I tij u bindë, Perëndia ndau detin dhe I lejoi të kalonin në tokë të thatë. Ashtu siç u tha, Ati im është në veprën e Tij deri më sot. Ishte Perëndia që përgatiti rrugën për të nxjerrë Izraelitët nga Egjipti dhe I çoi në tokën e Kanaanit, ku rrjedh qumësh dhe mjaltë. Ishte vepra e Perëndisë. Atëherë, në këtë epokë ku jetojmë në shkretëtirën e besimit, duke ndjekur rrugën e Ungjillit, kush I përmbush të gjitha derisa të arrijmë mbretërinë e përjetshme të qiellit? Ne thjesht shkojmë dhe bindemi ndaj asaj që ka urdhëruar Perëndia. Perëndia ishte me Mojsiun, Jozueun dhe Elian. Ashtu si Perëndia ishte me Abrahamin dhe Noeun, Ai është edhe me ne sot. Le të shohim edhe një varg në Ungjillin e Markut kapitulli 1. Marku kapitulli 1 vargu 35. Pastaj, të nesërmen në mëngjes, kur ende ishte shumë errët, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar dhe atje u lut. Dhe Simoni dhe ata që ishin me të e kërkonin. Dhe, kur e gjetën, I thanë, të gjithë po të kërkojnë. Dhe ai u tha atyre, le të shkojmë në fshatrat e afërm që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam ardhur. Jezusi tha, sepse për këtë kam ardhur. Çfarë bëri Jezusi kur erdhi në këtë tokë? Ai predikoi për të shpëtuar shpirtrat që vdisnin, duke I udhëhequr drejt së vërtetës së jetës së re. Atëherë, meqense se ajo që bëri Jezusi ishte predikimi, a mund ta dim saktësisht se cila është vepra e Atit? Shpëtimi I shpirtrave është edhe vepër e Perëndisë. Im atë vepron deri më tash, e edhe unë veproj. Unë do t'ju ndihmoj. Bëni dishepujt nga të gjithë popujt duke I pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe duke I mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Ashtu si ndihmova Mojsiun dhe Jozueun, do t'ju ndihmoj edhe ju në këtë punë. Duke shpresuar që të gjithë të bëhemi fëmijë besnik që marrin pjesë në punën e Atit dhe Nënës. Do ta përfundoja predikimin. Faleminderit shumë.